Sa pasta duhet të ham në javë? Për shembull? Pasta nuk varet gjithmonë nga po, makaronat. Llogaritet që gjatë ditës një 80 gram makarona është një nuk na bën dëm. Nuk bën dëm absolutisht dëm, varet se si është e kombinuar. Unë në një kuzhinë tjetër jemi të lidhur me një studio mjekësore ku na vinë skeda persona që ndiqen për shembull për diabet, i krijojnë menun javor në bazë të patologjisë që ka. Kështu që krijon një pjatë ekuilibruar ku gjithmonë ajo pjatë rregullakët gjithmonë 55% duhet jetë pjesa e perimes, pjesa tjetër është 35% duhet jetë proteina dhe pastaj karbohidrati. Kështu që pasta nuk do thotë jo. Pasta e kombinuar, e bërë një past ku mund të ketë të zëmë karkaleca apo kungullin, nuk të jep të njëjtin impakto glicemiko që mund të japi një pastë thjesht e zgjera me gjallë. Kështu që është varet se si e integron dhe nuk për mendimin tim duhet hajm pak, është ajo, duhet hajm pak nga të gjitha. Ky podcast është prodhim i Onovos.